Kryeministri Edi Rama e ka vënë ndërsimin në Bashkimin Evropian në qendër të premtimeve në fushatën e tij për zgjedhjet e 11 majit. Në çdo dalje të tij kërkon votën e shqiptarëve duke premtuar pasaportën evropiane, por ky premtim duket se ka marrë një goditje të fortë nga Berlini. Qeveria e re gjermane e krijuar nga një koalicion tripartiak mes CDU-s, CSU-s dhe SPD-s ka përcaktuar qartë bllokimin e zgjerimit me vende të reja deri në një reformim të vetë Bashkimit Evropian. Sipas asaj që raporton Bild, në marrëveshjen e koalicionit thuhet, zgjerimi i BE-s dhe kapaciteti i saj për të thithur antar të rinj duhet të ecin paralelisht, prandaj mos u nxitoni me zgjerimin e radhës. Duhet një konsolidim i brendshëm dhe reformë e BE-s që e forcon atë institucionalisht. Bild shkruan se kjo do të shkaktojë pakënaqësi veçanërisht në Ballkan. Qeveria e re po ndalon në thelb zgjerimin e BE-s. Ajo kërkon një reformë thelbësore të BE-s dhe mekanizmave të saj vendimarrëse, si kusht për pranimin e shteteve të reja anëtare si Kosova, Serbia apo Shqipëria, të cilat janë në listën e pritjes, shkruan tabloidi gjerman. Rama ndërkohë kërkon zgjedhësve në Shqipëri mandatin e 4 me premtimin e antarësimit vendit në Union brenda 2030-s. Nga ana tjetër, mesazhi që Bashkimi Evropian i dha Shqipërisë të javë është i qartë. Mbyllja e negociatave deri në vitin 2027 është një objektiv realist, u shpreh kryediplomatja e BE-s Kaja Kallas nga Tirana dhe theksoi se nuk ka rrugë të shkurtër drejt integrimit veçse zbatimi i reformave. Për integrimin në BE janë 33 kapituj që duhen hapur dhe Shqipëria me Edi Ramën për 12 vite radhazi nuk ka bërë ndonjë progres të madh. Pra Rama po u premton shqiptarëve gjëra që edhe po të ketë vullnet të mirë për t'i bërë teknikisht nuk janë të realizueshme për 2030-ën. Edhe sipas ekspertëve, Shqipëria i ka shanse zero për antarësim në këto hapësira kohore që Edi Rama propagandon para 11 majit. Vetë ish-ministri Edi Ramës Ditmir Bushati në një analizë për vizitën zyrtare të Kaja Kallas në Tiranë thotë se Rama po pretendon të pamundur.